Ushtarakët kosovar do të zbarkojnë si paqruajtës në Gaza. Për këtë, Amini atyre ju dha të martën nga Komisioni Parlamentar për Siguri e Mbrojtje. Ka pushteti u tha se pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës gjatë këtij misioni nuk duhet të mungoj asgjë. Ne si shtet, si kuvend, jemi të detyruar që t'i sigurojmë ligje dhe marrëveshje ndërkombëtare të cilat i mbrojnë ata, nuk e cënojnë integritetin e tyre. Edhe një ish generali FSK-s ju gëzua dhe i beson suksesit të ushtarakëve. Kush ka mendu që na kemi orë në këtë fazë që mos me qenë na konsumus të sigurisë, po jemi prodhues të sigurisë, që është një arritur e jashtëzakonshme. Bërja sefte e një misioni të kësaj natyre është hap i madh për Republikën edhe për LDK-n. Vërtet është një moment historik për Kosovën, është një ngjarje e jashtëzakonshme ku po vihet në pa profesionalizmi, përgatitja dhe të arriturat e Forcës së Sigurisë Kosovës. Të gjithë deputatët votuan pro, përfshirë edhe serbin Lazar Radolević nga partia e Nenad Rashiqit, teksa Slavko Simić i listës serbe braktisin mbledhjen. Por kaq unik këta nuk qenë edhe për të vizituar kampin e policisë Enver Xhemberi, pasi VV-ja kundërshtoi. E pajtim nuk arrit as në Komisionin për Punë të Jashtme për ta miratuar ujdin që Kosova të antarësohet në Bordin e Paqes. Pozita tha se pika për objektivin kryesor të bordit duhet ndryshuar. Fjalia e nenit 2 paragrafi 2 është problematike me vazhdume mbetësi e tillë projektesh pa u përmirësuar. Opozita dyshoi se kjo lidhet me mospajtimet e shefit të qeverisë me ish shefin e shtetit që arriti ujdin. Dim që ka pasur dallime mes kryeministrit dhe ish presidentit të çështjes. Pasojat e vonesës nuk janë tona, realisht. Janë të institucioneve, për shkak të raporteve normal që kanë pasur. Bërja pjesë e këtij institucioni u tha se nuk është pak punë. Ne duhet me ndi vetën tjetër të privilegjume edhe privilegj që kemi marrë pjesë në këtë Bordin e Paqes. Në fund u vendos për formimin e një grupi punues për ta modifikuar po këtë nën.